Nga hero lufte në të arrestuar për krime lufte, Ben Robert Smith, ish nën oficer i forcave speciale dhe i dekoruar me medaljen më të lartë ushtarake në Australi, është arrestuar dhe përballet me 5 akuza për krime lufte që lidhen me vrasje të dyshuara në Afganistan mes viteve 2009 dhe 2012. Sipas policisë, viktimat e Smith nuk ishin të përfshira në luftime dhe dyshohet se janë ekzekutuar me urdhër të tij. Dikur i konsideruar hero lufte, reputacioni i Robert Smith u trondit në vitin 2018 pas raportimeve për vrasjen e të burgosurve afgan. Ai i mohoi akuzat, por humbi një proces gjyqësor për shpifje. Arrestimi është pjesë e një hetimi të gjatë mbi veprimet e trupave australiane në Afganistan.